Kur ka rënë niveli I lumit Kir, duket krejt qartë gjendja e këmbëve të urës së fshatit Bardha, një urë e cila ka lëvizje gjatë gjithë vitit, për shkak se lidh disa fshatra të njësisë administrative rrethina me qytetin e Shkodrës. Për këtë urë është kërkuar disa herë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për të ndaluar amortizimin e mëtejshëm, por duket se pavarësisht kërkesave të administratorëve të njësisë rrethina ndër vite, por edhe kërkesës së banorëve nuk është kushtuar rëndësi. Amortizimi I urës në hyrje të fshatit Bardhaj të njësisë administrative rrethina vijon të jetë një problem shqetësues për banorët prej vitesh. Këmbët e urës janë amortizuar dhe gryer nga rrjedha e lumit Kir. Ndërkohë që ura ka dëmtime edhe në pjesën e sipërme ku tashmë është dëmtuar shtresa e asfaltit dhe trotuari për këmbësorët. Një periudhë kohe kjo urë rrezikonte shembjen si shkak I prurjeve të shumta të lumit Kir dhe këmbët e amortizuara nuk ofronin garanci për kalimtarët. Disa herë është kërkuar edhe nga drejtuesi I njësisë administrative ndër vite rikonstruksioni I kësaj ure, por përgjigjet e marra nuk kanë qenë pozitive deri më tani. Rikonstruksionin e saj e kanë kërkuar edhe banorët të fshatrave përreth, të cilët kanë kërkuar edhe zgjerimin e urës për të mundësuar lëvizjen e mjeteve me dy drejtime. Pasi me shtimin e popullsisë në këtë njësi administrative është shumë e vështirë lëvizja përmes kësaj ure. Ne do të kërkojmë më shumë informacion lidhur me këtë problematikë të trajtuar për të kuptuar se në çfarë faze janë institucionet përgjegjëse kur bëhet fjalë për urën e Bardhajve dhe gjendjen në të cilën ndodhet.